Komuna e Studeniçanit në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve ka filluar ndërtimin e një aksi rrugor shumë të rëndësishëm që e lidh Studeniçanin me autostradën në Idrizov. Kreu i Studeniçanit e Jupabazi në një prononcim për televizionin Shenja tha se ky është një aks shumë i rëndësishëm jo vetëm për Studeniçanin, por edhe për vetë kryeqytetin, sepse shkurton dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve, po edhe e afron Studeniçanin shumë afër kryeqytetit. Megjithatë, Abazi tha se projekti nuk është i plot për shkak se për përfundimin dhe lidhjen me pjesën tjetër duhet ndërtuar një urë e cila nuk është parapar në këtë projekt. Ne kemi kontratë vetëm për 2.9 km prej në Studeniçan deri te Lumi Vardar. Pastaj duhet të sigurohen mjete që të ndërtohet ura dhe ngel edhe një pjesë e vogël dikundi 1.5 km ngel që të përfundohet, më thonë, si projekt. Po kjo do mbarot prej komunës tjetër, prej komunës Gazibabës, kurse pjesa e jonë vetëm ka nis ndërtimi, kontrata është që kompania ta zbatoj apo kompania ta përfundoj këtë projekt, dikundi parafërsisht, më thonë, për një vit duhet t'i përfundoj punimet. Abazi tha se rruga do të jetë me gjerësi 6 metra dhe shton se asfaltimi i të njëjtës është i rëndësishëm për vetë banorët e komunës, të cilat tokat bujqësore i kanë rreth rrugës. Do të jetë një lehtësim shumë i madh për bujqit, por edhe për banorët në përgjithësi, mirë po ky nuk është vetëm një projekt, domethënë që hajrin do t'ja shohim vetëm ne si banorët e Studeniçanit, përveç komuna e Studeniçanit. Këtu unë jam i mendimit se do të shkarkohet edhe komunikacioni, ju keni ardhur, më thonë, nga Kisellavoda, Draqeva, ajo pjesë e Shkupit shumë do shkarkohet sepse me të vërtet është shumë e shkurt për të dalë në autostradë. Ky projekt është një nga projektet që financohet me mjetet nga Kredia Hungareze, ndërka që Abazi apeloi që Ministria e Ambientit Jetësor, po edhe qyteti i Shkupit të angazhohen për sigurimin e mjeteve financiare për ndërtimin e urës, që projekti për ndërtimin e kësaj rruge të përfundojë në afat sa më të shkurt kohor dhe të mos bllokohet.